Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Të gjithë hani vezë, por ja çfarë i ndodh zemrës tuaj. Një studim i ri australian i botuar në revistën klinike amerikane ka përfunduar se konsumimi 12 vezëve në javë nuk rrit faktorët e rrezikut kardiovaskular si kolesteroli në njerëzit me para diabet ose diabet të tipit 2. Njëri grup ndoqi një dietë të lartë të vezëve 12 vezë në javë dhe grupi i dytë një dietë të ulët të vezëve më pak se 2 vezë në javë, së bashku me një dietë të shëndetshme e cila përfshinte kokra të plota, ushqime të ulta të karbohidrateve të indeksit glikemik dhe zëvendësimin e yndyrave të ngopura me yndyra të pangopura si vaji i ullirit. Ata e ndoqën këtë dietë për 12 muaj. Nuk kishte dallime të rëndësishme midis dy grupeve në një gamë të gjerë të faktorëve të rrezikut kardiovaskular, duke përfshirë kështu kolesterolin, sheqerin në gjak dhe presionin e gjakut. Njerëzit në të dyja dietat humbën një peshë të njëjtë, ndërsa vetë vezët janë të larta në kolesterolin dietik dhe njerëzit me diabet të tipit 2 kanë tendencën që të kenë nivele më të larta të kolesterolit lipoprotein të ulët. Ky studim mbështet hulumtimet ekzistuese që tregojnë se konsumimi i vezëve ka pak efekt në nivelin e kolesterolit në gjakun e njerëzve, thuhet në studim. Vezët gjithashtu janë një burim fantastik proteinash dhe mikroushqyesish të cilët munden që të mbështesin një sër faktorësh shëndetësor dhe dietash, duke përfshirë këtu edhe ndihmën për të rregulluar marrjen e yndyrës dhe karbohidrateve dhe gjithashtu shëndetin e syve dhe të zemrës, enët e shëndetshme të gjakut dhe njëkohësisht shtatzaninë e shëndetshme. Njerëzit nuk kanë nevojë të mos konsumojnë vezë nëse kjo është një pjesë e dietës tuaj të shëndetshme. Vezët janë një nga ushqimet më të shëndetshme, janë të përballueshme ekonomikisht dhe mund të gatuhen në mënyra të ndryshme. Ato janë jashtëzakonisht të pasur me hekur, aminoacide dhe gjithashtu antioksidant. Megjithatë, duhet që të zgjidhni gjithmonë vezë organike pasi ato janë të pasura me vlera ushqyese dhe nuk përmbajnë hormone dhe antibiotik. Trupi ynë prodhon 11 aminoacide esenciale të cilat janë njëkohësisht helbësore për funksionimin e duhur të trupit dhe vezët përmbajnë 9 më shumë, të cilat po ashtu janë të nevojshme. Sipas qendrës shëndetësore, nëse trupit tuaj i mungojnë këto 9 acide yndyrore esenciale, ju mund të përjetoni lodhje kronike, lëkurë dhe gjithashtu flokë të dobët dhe dobësim të sistemit tuaj imunitar. Përdorimi i rregullt i vezëve gjithashtu siguron përfitime të jashtëzakonshme shëndetësore. Ja disa prej tyre. Veza rrit sistemin imunitar. 1 ose 2 vezë në ditë ju ndihmon ju që të luftoni infeksionet pasi vezët janë të pasura me selenium, i cili është jashtëzakonisht i dobishëm për një sistem të shëndetshëm dhe të fortë imunitar, dhe konsumimi i vezëve rregullon hormonin e gjendrës së tiroides. Veza redukton stresin dhe lehtëson ankthin. Vezët përmbajnë aminoacide esenciale që ndihmojnë shëndetin mendor, rregullojnë çlirimin e serotoninës, e cila është një neurotransmetues përgjegjës për relaksim, qetësinë dhe humor të mirë. Veza gjithashtu rregullon nivelin e kolesterolit. Një vezë ka 220 mg kolesterol, por ata nuk janë as pak të dëmshëm për shëndetin, pasi në fakt ulin nivelin e kolesterolit të keq dhe ngren nivelin e kolesterolit të mirë. Veza gjithashtu përmirëson shëndetin e dhëmbëve dhe të kockave. Vezët janë një burim mjaft i mirë i vitaminës D së bashku me rrezet e diellit. Kjo vitaminë është helbësore për rritjen dhe gjithashtu për zhvillimin e kockave dhe dhëmbëve. Për më tepër, kjo vitaminë nxit absorbimin e kalciumit, e cila është esenciale për metabolizmin
tretjen dhe shëndetin e zemrës. Vezat gjithashtu përmirëson lëkurën. Vezët janë jashtëzakonisht të pasura me vitaminën B kompleks, të cilat njëkohësisht janë thelbësore për shëndetin e flokëve dhe lëkurës, si edhe për funksionimin e duhur të mëlçisë dhe të syve. Vezët janë veçanërisht të pasura me vitaminën B2 dhe B12 dhe hulumtimet kanë treguar se vitamina B kompleks është vendimtare për një funksionim të shëndetshëm të mendjes dhe të sistemit nervor. Veza stimulon humbjen e peshës. Vezët japin gjithashtu ndjesinë e ngopjes, kështu që ata janë një zgjidhje e përkryer për mëngjesin tuaj. Ata shmangin dëshirat për ushqim, rregullojnë oreksin dhe ulin rrezikun e mbingrënies. Sipas studimeve, njerëzit të cilët hanë vezë çdo mëngjes konsumojnë më pak kalori gjatë pjesës tjetër të ditës. Veza gjithashtu mbron shëndetin e syve. Veza përbëhet nga 2 antioksidantë të cilët rrisin shikimin dhe shëndetin e syve. Gjithashtu vezët duket se ulin edhe rrezikun e sëmundjeve të syrit si katarakte dhe degenerimin makular. Vezët mbartin vlera të jashtëzakonshme ushqyese për shëndetin e njeriut. Sipas informacioneve, ato bëjnë pjesë në listën e 10 ushqimeve më të rëndësishme për sa i përket organizmit. Vezët ofrojnë proteina. Një vezë përmban 9 aminoacide thelbësore që përbëjnë shtyllat kryesore të proteinës. Këto aminoacide nuk prodhohen dot vetë nga trupi jon, prandaj veza përmban 6 gram proteinë dhe gjysma e saj gjendet pikërisht tek e bardha e vezës. Vezët gjithashtu janë të pasura edhe me ushqyes. Një vezë vetëm ofron proteinë cilësore, por njëkohësisht edhe vitamina dhe minerale tepër të dobishme. Këtu përfshihet seleniumi, fosfori, vitamina B12 dhe antioksidantët të cilët i mbajnë qelizat e shëndetshme. Vezët ulin trigliceridet. Niveli i triglicerideve duhet të jetë i ulët për një shëndet të mirë. Vezët veçanërisht janë të pasura me acide yndyrore si omega-3, duke qenë se kanë aftësinë të ulin nivelin e triglicerideve. Vezët gjithashtu ulin gjasat e shfaqjes së ishemisë. Studimet nga ana tjetër kanë sugjeruar se një vezë në ditë ul rrezikun e ishemisë. Sipas një studimi, njerëzit të cilët hanë një vezë në ditë janë 30% më pak të rrezikuar nga vdekja e parakohshme si pasojë e ishemisë. Vezët janë të mira për zemrën. Njerëzit të cilët hanë vezë rregullisht janë më pak të rrezikuar nga sëmundjet e zemrës. Ata të cilët vuajnë nga diabeti tipit 2 kanë një zemër të shëndetshme fal një regjimi ushqimor ku përfshihen vezët. Studimet gjithashtu konfirmojnë se njerëzit të cilët hanë një vezë në ditë janë më pak të rrezikuar nga sëmundjet e zemrës. Vezët të ngopin. Njerëzit të cilët hanë vezë në mëngjes ndihen më të ngopur gjatë ditës. Për llogaritë shkencore tregojnë se personat të cilët hanë një vezë në mëngjes marrin 130 kalori më pak në drekë. Vezë për shëndetin. Antioksidantët tek veza mbrojnë gjithashtu shëndetin e syve dhe parandalon sëmundje të ndryshme. Antioksidantët gjenden edhe tek barishtet dhe tek vezët, por janë gjithashtu një burim më i mirë fal yndyrës e cila lehtëson përthithjen e tyre. Vezët për një mendje të mprehtë. Vezët përmbajnë gjithashtu vitaminë D, e cila mirëmban shëndetin e trurit dhe komunikimin midis qelizave nervore. Për më tepër, vezët përmbajnë gjithashtu kolin, një vitaminë e veçantë për shëndetin e trurit. Nëse hani 2 vezë në ditë, trupi juaj merr mjaftueshëm nga kjo lëndë ushqyese. Mungesa e kolinës shkakton përkeqësim të kujtesës. Mirë po, duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe.
Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!